3 familje kanë mbetur në qiell të hapur në Shëngjin pasi përmbarimi ka ndërhyrë për prishjen e banesave të tyre. Zyra përmbarimore e Lezhës ka ekzekutuar vendimin për t'i kthyer ish-pronarit sipërfaqen prej 1000 metra katror në hyrje të qytetit të Shëngjinit, ndërsa banorët janë përplasur me policinë, pasi pretendojnë se i kanë të gjitha dokumentat dhe se gjykata nuk ka dhënë vendim për këtë çështje. Në kjo pse ne jeni kara 7501, thot ligji se kara, atje kara shteti, s'ka shtet më. Ne jena me letra, jena me certifikat, jena me tenet të marrin me be. Na qysh 79 në rastin kur kara tërmeti, kena jetu në mal, na ka dam të shpin, jena ulito, e kena me certifikat, e kena me tapi, që është në proces gjyqësor. Kena ba proces ankenimi, e ka marrë gjykata apelit, i kena pranu dokumentat, nuk mërgjan zyrja përmbarimit. Se këtu ka lujt vetëm leku, këtu do të fillojnë pallatet, edhe u kanë premtu pallatet. Policia e Lezhës ndaloi 2 persona, ndërsa për të normalizuar situatën është dashur puna e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër. Përfaqësuesit e zyrës përmbarimore të Lezhës kanë bërë të ditur jashtë kameras se veprimi i tyre është i bazuar në vendimet e gjykatës së lartë, ndërsa kanë shtuar se për tokat në Bregdet nuk mund të zbatohet ligji 7501. Ata kanë shkuar më tej duke shtuar se ish-pronari i ka lejuar familjes që ka përfituar këtë sipërfaqe toke që të disponojë banesën e tij dhe se pretendimet nuk janë të qëndrueshme.